$20 milion vetëm për vitin 2015 i kanë kushtuar buxhetit të shtetit të larguarit nga puna, të cilët kanë arritur të fitojnë gjyqet në shkallë të gjyqësorit. Shifra është bërë publike nga Ministra e Inovacionit dhe Administratës Publike Milena Harito, e cila në të njëjtën kohë pranoi se ata persona që kanë fituar gjyqin do të rikthehen në punë. Parashikimi buxhetor vetëm për këtë vit, për vitin 2015 ishte rreth $20 milion për gjyqet e fituara. Dhe ky është një problem që ne me ndihmën dhe të Komisionit Evropian u përpoqëm të gjejmë një zgjidhje për të thjeshtuar implementimin, zbatimin e tij, sepse sigurisht që të gjithë institucionet kishin detyrimin që të aplikonin në mënyrë absolute vendimet e gjykatave, por nuk e bënin këtë. Dhe për t'i dhënë një zgjidhje kësaj, kemi në amendimet e ligjit, Departamenti i Administratës Publike përsëri në mënyrë të qëndërzuar ka detyrimin që të marrë gjithë vendimet e gjykatave për shërbimin civil dhe t'i aplikojë ato për çdo pozicion që është i hapur dhe ku është një kandidat i cili ka fituar gjyqin, ai kthehet aty përpara se të hapet konkursi. Por ministre Harito ishte edhe më e qartë kur deklaroi se largimet nga puna nuk u bën për arsye politike, por se administrata shtetërore ishte te i fryrë dhe punojësit paguheshin me fondin e sigurimeve. Rruga që kishte zgjedhur forca që është sot forca në opozit, ishte të punësonte militantë se kështu mendonte se do mbante pushtetin. Ke një fond për të paguar pagat dhe një fond për sigurimet shoqërore. Çka kishin thënë ta drejtorët? Kishte dhënë urdhër ai burri që ishte lart, kishte thënë merrni punë nga gjithë secili 10% më shumë se kështu na duhet për militantët. Dhe ato thonë po si t'ja bëj se s'kam rroga, bëhet si duash. Po mirë, dhe bëj unë si dua, atëherë po marr nga ky fond i sigurimeve militant në punë, po ju hap rrogë dhe nuk ju paguaj sigurimet as atyre që ishin punë, as atyre që mora. Kjo ishte historia. Ministra e Inovacionit dhe Administratës Publike Milena Harito ishte në një takim me studentët e Universitetit Luigjë Gurakuqi në Shkodër, lidhur me reformën e administratën publike dhe funksionimin e konkurseve për vendet vakante. Ajo pranoi se shërbimet publike në vend nuk janë në nivelin e duhur, prandaj po ndërhyret me paraforimin e tyre me vendet në BE, aty ku Shqipëria synon të bëhet pjesë.